Edhe socialistët nuk janë i lloj në gjithë botën, janë lloje-llojesh. Por shifja sot doli ai kryeministri i Mbretërisë Bashkuar, Keir Starmer, foli ai orë aty bën konferencë për shtyp, sepse i ka dalë një nga bashkëpunëtorët e vet, i ka dalë në këto përgjimet e Epsteinit. Edhe ky ishte ndjeni, pra masi u dënu Epsteini, ishte ndjeni që ky ka pas kontakte me të dhe e emroi prap, i dha detyra shtetërore prap. Tani kur dolën dokumentat që u publiku këto 3 milion dokumentat nga Departamenti i Drejtësisë Amerikane, Partia Laboriste, të majtët e Anglisë, janë duke ja hënë shpirtin Starmerit, pse i ke dhënë detyrë shtetërore ti këtij që ka pas kontakte me ato, nuk dihet edhe se çka ka bërë me ato në fakt sakt, po është duke ja marrë frymën. Me gjas, se kështu bin ata kryeministrat në Angli, me gjas do shkojnë puna deri aty se do jap tërheqjen këtu. Për shkak të pasjes dieni kontakteve të një bashkëpunëtori me ata. Edi Ramës i kanë rënë ja 20 bashkëpunëtorë deri tani, të kapur në afera korruptive, edhe socialistët, Partia Socialiste e Shqipërisë, Kryesia, Asambleja Kombëtare, çka kanë ato organizmat e veta si parti, nuk ka guxu kurkush t'i thotë ndalu, jep dorëheqje. Sa okay, 1, 2, 3, po je 20, sa ke ti. Edhe më e fundit fare me Belindën, që nuk e lëshon Belinda Ballukun. Bën ndonjëherë në një zë sporadik Erion Braçe, po kur se thot ai shqeto atë që kërkojnë të iniciojnë një mocion mbrana partisë. Unë jo se të shkarkojnë atë, vetëm bëjnë një mocion, tregohen një organizatë politike tamam me mirë fill, që t'i thonë maj përgjegjësi për njerëzit që i ke zgjedh, se na morë fytyrën. Tjetri atje në Angli po dorëzon partinë, pra socialistët këta. Nuk janë socialistët kështu si këta tonët, pra këta s'kan lidhje as me socialistët. Këta janë thjesht një organizatë, mirë e ka thënë Arben Ahmeta, organizatë kriminale. Se po t'ishte parti politike ajo, do kishin dalë ca veta aty, do kishin folë, do kishin kërku transparent, do kishin kërku t'jap llogari Rama për pisliqet që bën e gjithë emrat. 0 deri tani. Të gjithë i thonë amin, ai shko turru lutu ke mori lotëve në Izrael e turru në Vatikan atje, po sikur lutet për shqiptarë, si i dhimbsën shqiptarë. Dhe me emrin e socialistëve, ka 12 vjet, ai ka 20 e ca vjet, në fakt që në 98 që i vjedh shqiptarë për abuzon, po themi se do të me aprovu që ka vjedh apo jo, po abuzon me shqiptarët, sidomos bashkëpunëtorët e tij një herë të ngushtë që janë kap në afera korruptive dhe i mbron këtu. Pra ka diferencë të madhe edhe mes socialistëve, nuk janë gjithë socialistët të poshtër. Ashtu sikur se unë e di shumë mirë që edhe në Shqipëri socialistët nuk janë të poshtër. Ka njerëz të ndershëm, ka njerëz që rrojnë me djersën e ballit, ka njerëz të ditur, por Partinë Socialiste e ka marrë peng një organizatë kriminale dhe nuk po del një njeri që t'u udhëheq një lëvizje që minimalja, nuk po themi ta shkarkojnë Edi Ramën, minimalja ti kërkojnë llogarive, ta vejnë para përgjegjësisë. Ky mbledh Asamblenë Kombëtare flet ky atje, mbledh kryesinë flet ky, mbledh qeverinë flet ky, mbledh parlamentin flet ky, domthonë kjo është diktatura. E në veri elitet flasin edhe të vetët, flisin edhe antarët e byros politike, ore ka pas raste se kam njerëz shumë të afërt, kam miq shumë të mirë që i ka qenë edhe në nomenklaturën e Partisë Komuniste, i thojnë edhe në veri, e ke gabim këtu, është kjo gjoja kështu gabim, kjo ashtu. Pra ky s'është as përfaqësues idej i Partisë Komuniste, as përfaqësues idej i Partisë Socialiste, Socialdemokrate si rrymë filozofike. Ky është një psikopat, një skizofren që
është tregu i zgjut në një moment që ka kap përfyti partit më të madhe në vend, edhe nuk e lëshon më, nuk ka për ta lëshuar më Partia Socialiste ky, po nuk u ngritën socialistët që t'i kërkojnë llogari për krimet që ka bë, për hajdutëritë që ka bë, edhe për njollat që i ka lënë Partia Socialiste. Ka filluar me urrëj njerëz të Partisë Socialiste sikur kanë pas urrëj Partinë Komuniste. Vështirë. Socialistët duhet lëvizin për këtë çështje, nuk të paktën të vejnë edhe dinjitetin e partisë. Pse kështu e pati kriju për këtë punë e rrithe me lojë i vuri emër tjetër fatosnam në Partinë Socialiste. Vidhin edhe ata, bëjnë edhe ata korrupsion, bëjnë edhe ata punëra me cilësira dopta, bëjnë edhe ata maskaralliqe, po s'ka qenë kur Partia Socialiste kështu, nuk ka qenë asnjëherë nuk ka qenë, të paktën këto 35 vitet e fundit nuk ka qenë organizatë kriminale siç është nga 2013 deri ditët e sotme që po flasim. Pra shihni, ndiqeni atë të konferencën e Starmerit, shihni sa i turprum është, lexoni edhe mediat britanike dhe shihni se si po e hanë gjallë laboristët derisa ta heqin nga partia. E ne ka për ta hequr.